divorci që unë kisha bërë në vitet 90, se mbase nuk i morëm të gjitha me radhë, por është një bisedë shumë e lirë. Unë jam martuar në vitet 80. Përderisa nëna ime mbylli jetën për mua dhe për motrën, motra me shkesit të dyja u morën, pati mundësi që doli në shtëpi në vete, morën pallatë dhe, kështu që njëra nga neve ishte detyruar që të kujdesej për ne. Pastaj, arsyet e mia shëndetësore që unë i përmenda dhe më përpara, ndjeja një lloj detyrimi që të rija me nënën. Edhe pse kaq vite që unë jam e ndarë, njerëzit të afërt të vajzës time, flas domethënë xhajat, hallat ata më mbajnë shumë afër vajzën time. Gjë që për mua kjo ka vlerë. Kjo ka rëndësi. Të erdhi keq që nuk zgjodhe në jetë. Patjetër. Edhe këtë ja kam bërë disa herë dhe pyetje mamit. I kam thënë, unë kisha pasion gjuhë letërsinë. Fillim pas gjimnazit, unë u futa në punë. Se edhe nëna, tash me një rrok, dy vajza mund të mbaheshin se ishin të rritura. Kështu që u detyrova u futa në punë trikotazh. Po kjo fliteshte në vitet 76. Biles shkollën, gjimnazin, vitin e fundit nuk e kam mbaruar sepse mu hap variant për në trikotazh. Fillova atje, isha shumë e angazhuar, e kam pasion gjuhë letërsinë. Mirë po tash motra ime filloi fakulteti, nuk mund t'i jepeshin të dy bursa. Edhe ekonomi, financë që vazhdoi motra ime, edhe ajo shumë. Një nxënëse që në klasë parë dhe deri në fakultet gjithë jeta. Pra, shifet çfarë është disiplina e nënës. Qartë, po, kur them zgjedhje, e kam zgjedhje për njeriu në jetës. Po, për njeriu. Dhe i bëja pyetje mamit, i thoja, pse duhet juve të më hyni të shkesë për një djalë pa e fyer, pa ashtu. Në një kohë që unë mund të dashuroja edhe një djalë. Mund të ashtu. Por, gjithmonë kishte fokusin që të merrte një djalë, meqense s'kishte djalë, dhe të bënte dhëndrin për djalë në shtëpi. Shiko, nuk është e lehtë ta pranosh fajin. Tashti që jam në moshën 70, them shiko, kam pasur edhe unë disa faje. Sepse nëna është nënë, është dhimbje. Por bashkëshorti është bashkëshort, duhet t'i ndash. E kuptoj. Përse mendon që u zgjodha ideal për të? Sepse gjithë të afërmit e mi, meqense ishte dhe familje e mirë, ky ishte djali i mirë, dhe menduan që ishte e përshtatshme për mbylljen e jetës që dha nëna ime për dy vajzat. E kuptoj. Domethënë, në aspektin njerëzor ishte shumë normal. Edhe për së vërtetës ai ishte një djalë shumë punëtor, por çfarë nuk funksionoi tash? Çfarë mendon ti që nuk funksionoi? Të thash. Sot je më e ftohtë. Po, jam më e ftohtë dhe gjykimi natyrisht që është më ashtu. Ti u ndave në cilin vit? Në 90-ën. Në 90-ën fiks. Korrik, kur kanë hikur gjithë, janë futur gjithë në ambasada, unë shkova që... Ti shkove në gjykat për procedurë. U futa 2 herë në ambasadë, me 2 vajzat e vogla. Në cilën ambasadë shkove? Ke ambasada italiane, ke trikotazhi, kemi pas trikotazhin. Ke italiane, bashkë me vajzat? Bashkë me vajzat. U pendove që su largove? Jo, u pendova, po thoja kështu shiko, sepse shifim në televizion, ata që ishin brenda thireshin në për rajone, në për ajde, dhe thësha, shiko, do e thrasin nënën time, në një kohë që nëna ime kam mbyllur jetën, si mund t'ja japun këtë goditja e saj. Pra ti mbete pak pengi nënës tënde? Po. Mbete pengi saj? Domethënë, ai përkushtim që më dha mua me motrën, domethënë, gati ishte një detyrim. Duhet të bëja patjetër, sepse na ishte, ku do shkoja unë me motrën time, do shkoja ke shtëpia e fëmijës, pavarësisht kujdesit të gjitha aty. Era nënës, kujdesi nënës nuk zëvendëson asnjëri. Plus që ishte si një lloj borxhi? Borxhi, shiko. E kuptoj se ku e ke. Jo një borxh, po. Jo, po thoja kështu, sakrificën që ka bërë unë në një farë mënyrë duhet t'ja shlyej. Ajo mbylli jetën për ne 24 vjeç dhe ne tashti që u bën të zonjat, tashti unë të iki me 2 fëmijët e mi. Të paragjykuan që u divorcova? Nuk ishte shumë, kishim filluar të ndryshonin. Kishte, po të isha divorcuar në kohën e nënës, ishte një femër si mund divorcohet. Jo, kishte. Pastaj, unë e bëra shumë qetësisht. Nuk krijova, unë dhe sot
nuk e kam në ndjesinë e urrëties. E kuptoj. Njeriu që urrën. Por ama nuk u martove më. Jo. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.